lagëve të liçenit, rrjedhshmërisë gurriese të lumeve e ashpërsisë së majeve të pisura të maleve rreth të qark Shkodrës. E pozicionuar në veri perëndim të Shqipërisë, me një sipërfaqe rreth 2500 km2, e përfshin pasuri të mëdha natyrore e kulturore, të trashëguara brez pas brezi. Shkodra është paraqitja madhështore e bukurive shqiptare. Është qyteti që thelloi fotografinë shqiptare përmes marullit. Krijoa për herë të parë në Shqipëri një bandë muzikore, krijoa klubi i parë i futbollit e shumë të tjerë. Të gjitha këto janë pasqyrim i përparësive në gjitha fushat e jetës së Shkodrës. Në njërën dorë në kalan madhështore të Shkodrës, me madhja në Ballkan, dhe me tjetrën dorë të mbështetur në Alpe, Shkodra ka në gjirin e saj rreth 300.000 banorë. Të gjitha të përfshira në një emër, brenda një territori, brenda kufive të Shkodrës. Dhe ne ndjehemi krenar që jetojmë në një qytet të tillë, të cilin do ta duam gjithmonë. Ka se prenga në fshetim, por unë të kam dashur ty. Postriba shtrihet në verilindje të qytetit të Shkodrës. Ajo ka një sipërfaqe për 180 km2. Postriba ka 3437 familje dhe rreth 12000 banor. Postriba ka vlera të mëdha historike, kulturore, etnografike, arkeologjike, monumentale, turistike. Postriba është kështjellës i lirë të Kratullit të Boksit, e kështjellës mesjetare të Trivasit ose e Kalas të Drishtit, e njohur në të gjitha kancelaritë e Evropës. Postriba urës e mesit me vlera të mëdha arkitekture, kombëtare e ndërkombëtare, e njohur në të gjithë Evropën. Postriba studimeve arkeologjike të tumave të shtojit, e vendeve turistike si ura e mesit, kanjoni i urës së shtrejtë, rezervari i Shtodrit, parku Rinia, fusha e liçenit dhe domni i varreve i lire. Postriba kryengritjes së parë antikomuniste e vitit 1946, që e pagoi me gjakun e 21 të vrarve dhe me 118 vetë me dënime të rënda për pjesëmarrje në këtë kryengritje. Postriba e dekoruar nga Konventi Popullor me titullin më të lartë Nderi i Kombit.